Rreth 500 fëmijë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe Arsaj u bën bashkë në edicionin e 3 të festivalit Shtojzovallet Fest, një aktivitet që po merr gjithnjë më shumë për masa në skenën artistike. Në këtë aktivitet artistik morën pjesë 17 grupe kërcimi, të cilat për 2 ditë me radhë sollën koreografi të larmishme, duke krijuar një atmosferë plot ritëm dhe emocion për publikun e pranishëm. Organizatorja dhe koreografja Rudina Demaliaj u shpreh se ky festival, i cili është kthyer në traditë të përvitshme, u ka dhënë mundësi çdo fëmijë të shpreh talentin e tij. Naskia Ahmeti, mosimdhënëse dhe koreografe në shkollën e muzikës në Gjilan, e cilësoi pjesëmarrjen si një emocion të jashtëzakonshëm. Ajo që jam emocionuar për audicionin e tretë është fakti që në këtë skenë performojnë 500 fëmijë, të cilët janë nga qytete të ndryshme, edhe jashtë Shqipërisë, por edhe profesionistë. Kjo skenë i ka dhënë mundësi çdo fëmijë për të shprehur. Gjuha e trupit është gjuha më e bukur dhe ata janë shprehje fantastike. Është një kënaqësi e veçantë, domethënë publiku i Lezhës është i jashtëzakonshëm, është rada e tretë që vi faktikisht. Vi me shkollën e muzikës, domethënë prezantojmë shkollën e muzikës nga Gjilani. Është një kënaqësi e veçantë, është një organizim shumë i mirë, cilin e falenderoj shumë Dysh Rudin, cila na bën ftesën zakonisht. Po për neve është shumë e rëndësishme, domethënë vim nga Kosova, e përfaqësojmë qytetin tonë. Është një kompeticion shumë i rëndësishëm, cilin edhe e shënojmë dhe festojmë ditën botërore të kërcimit. Festivali u përshëndet edhe nga nënkretarja e Bashkisë Lezhë Ueda Molla dhe drejtoria e zyrës vendore të arsimit Antoneta Suta. Festivali i kërcimit nisi para 3 vitesh, si një projekt i cili u shpalos nga Dysh Rudina. Dhe në fakt u rrit gradualisht nga viti në vit dhe kjo të dëshmon dhe numri pjesëmarrëve të shumë që është këtë vit. Bashkia Lezhë dua të them se do të jetë gjithmonë në mbështetje të projekteve artistike të gjithë këtyre talenteve të reja, sepse duke mbështetur këto, ne kemi mbështetur të ardhmen tonë. Kjo sallë do i mbushur sonte dhe duartërkitjet tuaja gjatë gjithë mbrëmjes janë fjalët më të bukura dhe vlerësimet më të bukura për këta fëmijë që na kënaqën sonte me interpretimet e tyre. Dua të falenderoj Bashkinë Lezhë dhe Qendrën Kulturore të Fëmijëve për organizimin e këtij aktiviteti kaq të bukur. Gjithashtu dua të falenderoj koreografen Rudina Demaliaj që ditën ndërkombëtare të kërcimit po e kthen në traditë festive në Lezhë. Shtojzovallet Fest po konsiderohet si një aktivitet i rëndësishëm për promovimin e talenteve të reja, duke kthyer Lezhën në një pikë takimi për artistët e vegjël nga rajoni.